kur është bë udhëhec si muslimanëve Omar ibn Abdulaziz. Omar ibn Abdulaziz një nga udhëhec të drejtë. Është bë udhëhec që ka besuar detyrën, se ka lip, e kanë thirr, hajde se po t'lyp veni. Edhe ka marrë detyrën, se e ka lyp veni. Edhe njerëzit e kanë dhënë, pa e kërkuaj, pa bu hyjgjema i masaj. E një ditë ka i gruja vetë në sobë, në të veni ku ka najt, e ka gjithë mërzit shumë, e të ngarkuar, e i ka thonë, qka kjo njëri? Ka ndërru Zoti e bo, qëre, o dhe si muslimanëve, tënë këtë pushtet e ki, tënë këtë mundësi e ki, këtë i ka dhënë Zoti, apo? Qka është kjo mërzi? Ka thonë, letë është fjala, po bara është eronë. Qka i thëmë Allahut Azogjel për në një të smut që si kum gjetë? Qka i thëmë Allahut Azogjel për një të varfër që si kum gjetë? Detyre jemi o konë, mu interesu për poplin që ka të smut mes në tyne, apo? A ka kush i këshyra, a ka kush i shnosha, a ka kush i rigatja, apo? Po për fukarat, kush kujdeset, kush e ka gale këtë punë, për si e kujna është këtë punë, a ka kush e me hongër, a ka kush e me boa, që pëndodhë këtë puna, apo? A jenë shkollë që pëndodhë, apo shkojnë shkolla, apo mësojna, s'po mësojna, apo rrehena, s'po rrehena, apo rrina, dikush e ka këtë detyrë minet gati kësaj pune të ndërëzër, dikush merë para për këtë punë. Andaj, presia është punë e madhe. Me ndin shpirt, se ku marë barë detyrë dhe me nëzitu, me vrapu, me mund, maksimal, me qu, në vend që është dohet, është punë e madhe,